ujku dhe 7 edhat. Njëherë, në një kohë, në një shtëpi afër pyllit, jetonte nëna Dhi me 7 edhat e saj. Një ditë kur duhej të shkonte në treg, u tha edhave: "Fëmijët e mi, derisa nuk jam këtu, mos ja hapni derën askujt, dhe keni kujdes nga ujku i keq." Por ujku në atë qast kaloi dhe pa se nëna Dhi po largohej. Menjëherë nxitoi dhe trokiti në derë. "Hapeni derën, edhat e mi, unë jam nëna juaj", thirri me zërin e tij të vrasht. "Largohu, ujk i keq, të njohëm", ju përgjigjën edhat. "Nëna jon ka zë më të butë dhe më të ëmbël." Ujku i mençur vrapoi deri në shitore dhe bleu një kavanoz të madh me mjalt. E hëngri dhe zëri u bëi butë dhe i ëmbël. Përsëri shkoi në shtëpinë e 7 edhave dhe trokiti në derë. "Hapeni derën, fëmijët e mi, unë jam nëna juaj", bërtiti përsëri. Por 7 edhat pon nga dritarja këmbën e zezë të ujkut dhe nuk e hapën derën. "Largohu, ti je ujku i keq, këmbët e nënës janë të bardha", i thanë. Atëherë ujku shkoi në mulli dhe i bëri këmbët me miell. Pas pak përsëri trokiti në derën e 7 edhave. "Hapeni, fëmijët e mi, u kthye nëna juaj", bërtiti ujku. "Ti shikojmë këmbët tua", ju përgjigjen edhat. Ujku nga dritarja u atregoi këmbën e tyre të lyer me miell. 7 edhat u gënjyen dhe hapën derën. Atëherë pon ujkun si qëndron para tyre. Të trembur filluan të ikun. Njeri u fshe prapa derës, tjetri shkoi ka o gjaku. Por ujku i rrëmbeu edhat një nga një dhe i futi në një thes që të largohet dhe t'i hajë në qetësi. Më i vogli shpetoi me që ishte fshehur në orën e madhe në dhomën e pritjes. Pas pak në shtëpi u kthye nëna Dhi. Më i vogli që kishte shpëtuar e përqafoi dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Nëna e brengosur filloi t'i kërkoj fëmijët e saj dhe me të vërtet pas pak gjeti ujkun, i cili me bark të fryr flante në një dru. Menjëherë ja hapi barkun dhe i nxorri edhat. Pastaj barkun e ujkut të keq e mbushi me gur të mëdhenj dhe e qepi. Kur u zgjua ujku ndjeu etje dhe shkoi të pi ujë deri tek një pus. Por sa që u përkul, guret e rënde tërhoqën në fund të pusit. "Shkoj, ujku i keq, u mbyt, shpëtuam", bërtetën 7 edhat e vegjël duke kërcyer rreth nënës e cila buzëqeshe e lumtur. Kështu nëna Dhi shpëtoi fëmijët e saj. 7 edhat pa frikë nga ujku luanin të gëzuar rreth nënës së tyre dhe vazhduan jetën e tyre të lumtur.